Përshëndetje miq të Radio Singjallja, jemi takuar sërish në emisionin Intervista e ditës. Jam në studio me zotin Migran Çako si çdo javë. Do të flasim sot për dy shenjtorë të mëdhenj të cilët i kremtojmë brenda kësaj jave. Do flasim për Shën Harallambin dhe Shën Vlashin. Migran, të falenderoj që erdhe dhe këtë javë për të folur për këtë temë kaq rëndësishme dhe për këto shenjtorë që janë tepër të rëndësishëm për kishën tonë ortodokse. Duam me radhë të na përshkruash dhe të na thuash kontributet që kanë dhënë këta shenjtorë në kishën tonë. Të dy këta shenjtorë që kremtohen në ditë njëra pas tjetrës, në datën 10 shkurt dhe 11 shkurt, datën 10 është Shën Harallambi dhe 11 është Shën Vlashi. Janë dy shenjtorë të spikatur në kalendarin liturgjik që kremtohen në gjithë kishën ortodokse, por veçanërisht edhe në Shqipëri janë shenjtorë shumë popullor. Dhe në manastirin e Shën Vlashit që kemi, kremtohen të dy këta shenjtorët, edhe Shën Harallambi, edhe Shën Vlashi. Mendohet se në manastirin e Shën Vlashit, ai para 67-s, ka pasur dhe një kishës të vogël të Shën Harallambit. Kështu që, sidomos kjo zona këtu e ka kremtuar shumë Shën Harallambin dhe Shën Vlashin bashkë. Por le të flasim pak, domethënë, të kujtojmë sipas sinaksarët e kishës se kush ishin këta dy shenjtorë spikatur. E para Shën Harallambi ishte prift nga Magnezia, flasim në shekullin e dytë. Magnezia bie në Azinë e vogël, sot është Turqia. Dhe atje ai ishte, siç thash, një prift, por në një moshë shumë të madhe. Thuhet kishte kaluar të 100-tët. Dhe ishte koha e perandorit famkeqe Septim Sever, ku kishte edhe një përndjekje sistematike ndaj të krishterëve. Meqense Shën Harallambi ishte prift dhe i spikatur, patjetër që siç ishte në atë kohë ai u arrestua i pari dhe filluan ato lajkat, pastaj filluan torturat. Torturat ishin çnjerëzore, por mbi të gjitha u bën tek një i moshuar dhe sinaksari na thotë që ishte në moshën 113 vjeçe, ku ai duroi këto tortura dhe si kur ishte një djalë i ri, i fuqishëm. Dhe kjo ishte një mrekulli për treguar se hiri i Zotit ishte i plot ose ishte me shumë fuqi tek Shën Harallambi, i cili kishte shërbyer Zotin gjatë gjithë jetës. I duroi të gjitha torturat, bënte shumë mrekulli edhe gjatë torturave të tij dhe ai kthevi edhe vajzën e mbretit, e bëri dhe atë të krishter, por më në fund ai u martirizua me prerje koke dhe është një martir i kishës sonë. Është nga martirët e moshës më të madhe. Dhe është një shembull i martirizimit edhe të moshës së madhe. Sepse ndonjëherë na krijohet ideja sikur martirët ishin djemë të ri të fuqishëm, si Shën Gjergji, Shën Dimitri e tjerë. Por në sinaksarët e kishës sonë ortodokse, kemi shenjtor martir që nga mosha 3 vjeçe. 3 vjeçe, si Shën Harallambi 113 vjeç. Pra, në çdo kohë ne jemi thirrur të martirizohemi. Fjala martir nuk do të thotë vetëm si them martirizim i gjatë. Fjala martir vjen nga fjala martiria, dëshmo besimin. Dhe dëshmia e besimit patjetër që mund të ketë edhe konsekuenca negative për një person. Domethënë, e thotë Krishti, lum ju kur shajnë, ju përndjekin dhe thonë gjithë çfarë të këqija kundër jush për shkakun tim. Gëzoni dhe gazoni si një shpërblim i madh ju pret në qiell. Kështu që ne jemi thirrur të gjithë kemi këtë martirizim, nuk do të them të dëshmojmë, por dhe nëse kjo pasaj na kushton edhe problem psikologjike edhe fizike nuk duhet të rreqemi. Në çdo moshë që mund të jemi ne kemi shembuj martirësh. Dhe Shën Harallambi është një shenjtor shumë popullor sepse ai mbahet edhe si shenjtor mbrojtës ndaj kolerës, murtajës, që kanë qenë sëmundje të pashurueshme dhe kanë bërë kërdin. Do të shikojmë historinë e njerëzimit, domethënë siç ishte dhe pandemia, por në përmas akoma më të mëdha, dhe në atë kohë, flasim shekullin e 14-15, kur doli ky jo mit, po ky nderim ndaj Shën Harallambit si mbrojtës i kolerës, ka ndodhur një kolerë shumë e madhe në Ballkan, dhe është parë shenjtori sikur ai me shkopin e tij godiste një grua
të shëmtuar që simbolizonte kolerën dhe e përzuri atë dhe kështu e shpëtoi vendin. Që nga ajo kohë në ikonografinë e Shën Haralambit ai na paraqitet shpeshherë si një plak i moçëm, por që duke vënë poshtë këmbëve të tij një grua të cilën ai e godet për që është kolera. Dhe është shenjtë mbrojtës i këtyre sëmundjeve epidemike. Në kishën tonë ortodokse, në sinaksarët e kishës, shenjtorët kanë disa gjëra të spikatura, specifike. Do me thënë, Shën Haralambi është kundër sëmundje epidemike, zonja Shëna Premtesh për shërimin e syve. Shëna Vlashi, që do përmendim, është për sëmundjet e fytit. Pse janë këto? Këto vinë për shkak sepse ata kanë bërë mrekulli në këto situata, dhe kjo ka mbetur në ndërgjegjen popullore, por asnjëherë nuk duhet të themi se ata janë mjek specialist për këtë fushë. Ata luten te Krishti, shërimet i bën Krishti. Por shenjtorët luten Krishtit dhe Krishti nëpërmjet shenjtorëve dërgon hirin shërues tek njerëzit që kërkojnë mëshirën e Zotit ose ndërmjetimin e Zotit me lutjet e shenjtorëve. Kështu duhet kuptuar kjo, sepse ndonjëherë mund na krijohet një ide gabuar se do shkoj për shembull tek filan shenjtor se kam këtë problem dhe nuk do shkoj atje se ai nuk e bën atë. Shenjtori nuk është mjek popullor. Bravo, asnjë mjek specialist. Por ata kanë atë specifikën e tyre sepse kjo ka mbetur në ndërgjegjen popullore të besimtarëve, ato mrekullit që ata kanë bërë dhe këto janë spikatur dhe kanë mbetur edhe në sinaksarët e tyre. Pra, këtë mund të themi për Shën Haralambin, që është një shenjtë shumë i dashur, mrekullibërës dhe një martir i moshës së madhe. Kalojmë tek Shën Vlashi. Shën Vlashi. Përpara se të kalojmë këtu, Miran, duhet më sqarosh, cila është lidhja që ka Shën Haralambi me Shqipërinë? Sepse është një shenjtor që ka vepruar shumë në zonën e Ballkanit dhe nderohet shumë, ka shumë kisha, edhe në Shqipëri ka shumë kisha. Ne kemi edhe një katedrale të Shën Haralambit, kemi në Sarand, por dhe kemi dhe kisha të tjera. Dhe me sa di unë, është një shenjtor që shfaqet her pas here dhe ka krijon atë simpatinë e besimtarëve dhe transmeton gjatë brezave. Që kujtimi i tij asnjëherë nuk shuhet, sepse shenjtorët janë të gjallë. Nuk janë mite, po janë persona të gjallë që shfaqen në breza ndryshëm, ndihmojnë njerëzit, dhe kështu që kujtimi i tyre amplifikohet. Pra ka shekuj Shën Haralambi, flasim që në shekullin e dytë, ku jemi shekullin 21, ne prap e nderojmë Shën Haralambin, por ajo rritet amplituda sepse edhe prezenca e tyre ripërsëritet dhe mrekullit shtohen dhe ajo nderi ndaj tyre shtohet. Tani jemi tek Shën Vlashi, që e kremtojmë më datën 11 shkurt. 11 shkurt. Shën Vlashi, edhe si Shën Haralambi, është një martir, por tham që Shën Haralambi ishte prift, kurse Shëna Vlashi ishte episkop. Kjo është tradita e kishës. Ai ka jetuar në shekullin e 4, rreth viteve 316, dhe është një shenjtor që quhet martir ose hieromartir, sepse ishte dhe klerik dhe martir, hieromartir ose episkopi martir i Sebasës të Armenisë. Kështu është në sinaksarët e kishës që e nderojmë edhe neve sot. Dhe martirizimi i tij nderohet në 11 shkurt, që është dhe dita që, si them, ai u largua nga kjo jetë me martirizim, me prerje koke. Dhe është dhe ky një shenjtor shumë popullor në gjithë zonën e Ballkanit, por sidomos është një shenjtor popullor në këtë zonë këtu të Shqipërisë, Shqipërisë mesme, deri duke shkuar poshtë deri në Dubrovnik. Është diçka e pazakon që në këtë vend, në këtë territor, ka mbi 40 kisha të Shën Vlashit. Dhe gjithmonë ka dalë një pyetje që është diskutuar dhe akoma diskutohet, por që ka marrë dhe përgjigjen, që mund të kemi 2 shenjtor me të njëjtin emër dhe me një jetë të përafërt. Si për shembull, kjo ndodh në historinë e kishës, sepse kanë kaluar shekuj dhe ndonjëherë sinaksarat është jeta e shenjtorit ose mbledhja për shenjtorin. Sinaksarat dhe për shkak të kopimeve, gjërave që kanë bërë kopjuesit, ndonjëherë janë ngatruar jetën. Për shembull, kemi shenjtor që kanë jetë të përbashkëta, jetë të ngjashme.
për shembull Kozma e Damian, kemi 3 çifte Kozma e Damian. Por kemi dhe shenjtor të tjerë që po të shikojmë në Sinaksar, ne lexojmë aty ka referenca thotë që mendohet se është mbivendosur jeta e këtij shenjtori me jetë shenjtori tjetër. Kështu që nuk është diçka e pazakontë kjo që mund kemi 2 shenjtorë të ndryshëm. Pse themi 2 shenjtorë? Sepse në këtë zonë këtu që ka lidhje me Durrësin, Laçin dhe Dubrovnikun, është një trekëndsh ky, flitet për një shenjtor lokal. Për Shëmblashin e Sebastes së Arbëris. Shëmblashi i Sebastes së Arbëris mendohet që kanë qenë peshkop i Sebastes së Arbëris që sot është Laçi. Sepse Laçi i quaj Sebast. Ka dëshmi, po ka dhe artefakte që e vërtetojnë këtë. Pavarësisht se kanë kaluar shekuj. Sepse dim që në Laç, ai që quhet dhe kisha e Shënanojt në Laç, është një shpellë që quhet shpella e Shënavlashit. Aty nderohet kujtimi i Shënavlashit. Madje po të shkosh atje ka edhe një shtatore të Shënavlashit. Atje ka dhe disa shenja në shpellë, është një si shenja e kokës, por nga shpella deri poshtë quhet rruga e shenjave, sepse ka pasur shenja të dorës së shenjtorit, të shpinës së shenjtorit, sepse tradita na thotë që aty ka jetuar një besimtar, por që ky nuk ishte një besimtar i thjeshtë, mendohet se ishte episkopi i Sebastes, është arrestuar, aty pra dhe është marrë zvarr në gjithë këtë pjesën që quhet edhe rruga e shenjave, sepse sa që shenjtori, si them, keq trajtoi, aty ku ai binte, linte një shenjë. Këto shenjë ishin shumë spikatura, por u prishën fatkeqësisht mbas viteve 67. Dhe njerëzit bënin pelegrinazh që shkonin shpesh, shkonin tek shpella, vinin kokën tek ajo gjurma e kokës dhe pastaj kalonin gjithë to gjurmët e tjera, sidomos në vende ku ata ndjenin dhe shqetësime, në dorë, në këmbë, në mesot, e diçka tjetër. Dhe mendohet që nga i vend aty është marrë me rrugë detare, sepse deti ka qenë afër Sebastes, dhe e quar në kodrën që quhet sot kodra Shëmblashit ose manastiri Shëmblash. Atje është martirizuar në një shtyllë dhe pastaj trupi i tij është varrosur në një varr afër që është sot në Draç. Pra, kemi një trekëndsh. Shpellën, manastirin që para 67-s ka qenë edhe shtylla e martirizimit të Shëmblashit, se ç'lidhje ka Shëmblashi i Armenisë me martirizimin e tij në lidhje me shtyllën që ka qenë në manastirin Shëmblashit. Sepse është në Arbëri. Prandaj ju mendoni që janë të dy. Po, prandaj mendoj sepse ka këto fakte. Studiusit edhe sot. Dhe është një kript në Draç, dhe sot e kësaj dite, është në një jurisdiksion e Kishës Katolike, që aty mendohet se ka qenë varri i episkopit martir Vlash. Por lipsanet e këtij episkopi martir Vlash sot janë në Dubrovnik. Është një kishë shumë e madhe në Dubrovnik, që është kisha e Shënavlashit, shenjti mbrojtës i asaj, dhe aty janë të gjitha reliket e këtij shenjtori dhe mungon vetëm një dorë. Por, sipas historianëve, studiuesve, sidomos në kishën romano-katolike, sepse gjithë kjo ka qenë pjesë e jurisdiksionit të kishës romano-katolike, një dorë e shenjtorit ka qenë në kriptën në Draç. Deri në 67-ën, pastaj është zhdukur. Kështu që kjo dorë që ka qenë si lipsan në kriptën mungon sot në lipsan që ai është në Dubrovnik. Të gjitha këto na lidhin, edhe studiuesit e pohojnë atë, se mund kemi një shenjtor martir, episkop të Arbërisë ose të Sebastes, i cili është martirizuar në këtë zonë. Kjo bën të mundur edhe nderimin e tij në këtë vend, pra me 40 e ca kisha, dhe që është një shenjtor i nderuar nga të dyja kishat, edhe ortodokse, edhe katolike, sepse ka qenë shenjtor i shekujve të parë, ku shenjtorët ishin të përbashkët, por duhet ditë diçka. Kryqëzata e 4
pushtoi Konstantinopolin, atëre mori në pushtet Konstantinopolin dhe territoret e Konstantinopolit që ishte edhe Arbëria. Dhe kështu lejoi që të hynin, si them, nga Kisha Romano-Katolike në këto vende ku ishte jurisdiksioni i Kishës Ortodoks. Prandaj shikojmë që edhe manastiri që sot ose kisha që sot e shënanojnë është rreth shekullit 14. Por studiuesit janë që aty ka pas rënojat e një tjetër tempulli, e tjetër kishe që lidhet me martirin Shëmblashin ose hieromartirin Shëmblash. Prandaj dhe sot aty janë dy shenjtorë Shënanoj, por disa njerëz e kanë një ide të gabuar kur thonë që këto janë shenjat e Shënanojt. Nuk janë shenjat e Shënanojt, sepse Shënanoj ishte një prift të franceskan nga Portugalia, por që nuk e kaloi asnjëherë erdhi në Shqipëri. Dhe nuk ka ardhur asnjëherë këtu. Kështu që nuk kanë lidhje ato gjurmët ose shenjat me Shënanoj që nderojnë Kisha Romano-Katolike. Ato kanë lidhje me një shenjtor më përpara, që në shekullin e 4, që si thash është Shënablashi i Sebasës së Arbërisë. Ky është edhe mendimi që ka edhe kryepiskopi Joan, dhe ai ka lëvëruar këtë çështje dhe ka dhënë mendimin e tij duke u mbështetur tek studiuesit e shumë që janë edhe në Kishën Romano-Katolike. Pra, na flitet për një shenjtor lokal. Sepse do dim dhe në manastirin e Shënablashit, manastiri i Shënablashit është një manastir shekullor, që aty për shembull na tregohet dhe historia na tregon që nuk është një manastir i vonë, është një manastir i hershëm. Dhe patjetër që aty shtylla që ka qenë dhe njerëzit e mbajnë mend sot e kësaj dite, që ishte shtylla që mendohet se aty është martirizuar Shën Ablashi. Atëherë është ajo që thash më parë, nuk ka lidhje, nuk korrespondon dot Shën Ablashi i Armenisë që të jetë martirizuar në Arbëri ose në atë kodër, por duhet të ketë qenë patjetër një shenjë lokal me të njëjtin emër. Kjo bën intriguese këtë situatë dhe prandaj edhe nderimi i këtij shenjtori është shumë i madh, sidomos në këtë zonë, sepse është një shenjë lokale. Dhe do dini se kishat ndërtoheshin ku shenjtorët, sidomos martirë, linin shenjat e tyre mrekullie, por edhe ku aty martirizoheshin. Prandaj justifikohet edhe manastiri i Shënablashit, sepse aty ka qenë martirizimi ose martirizimi i këtij personi. Dhe është ai manastiri që edhe sot e kësaj dite i rindërtuar dhe duhet dinte diçka tjetër. Kjo është në historinë që lidhet me ateizëm, komunizëm. Duhet dinë se kisha e parë që u prish në atë marrëzi kolektive anti-Zot, fillojnë nga Durrës. Nga kanë qenë nxënësit e shkollës së Efrashit. Dhe ata gjën e parë që shkuan për të prishur ishte manastiri i Shënablash në 2 shkurt. Pse në 2 shkurt? Sepse në 3 shkurt festoi Shënablashi. Pse festohet në 3 shkurt? Pse në 3? Sepse 3 shkurt e feston Kisha Romano-Katolike. Dhe ne festojmë në 11. Atëherë, duke qenë 2 data të ndryshme, na tregojnë se kemi 2 shenjtorë. Neve, duke humbur edhe, si them, dokumentat, por dhe me që u nda Kisha Romano-Katolike nga Kisha Ortodokse, Kisha Ortodokse ruajti edhe në vendin tonë kujtimin e Shënablashit të Armenisë, që është në lindje. Por Kisha Romano-Katolike në këtë vend ruajti kujtimin e Shënablashit të Arbërisë, që festohet në 3. Kupton? Prandaj, edhe këto 2 data të ndryshme, datën 3 dhe data 11 na tregon se kemi 2 shenjtorë, të cilët kanë një mbi vendosje. Dhe sulmi që u bën ndaj manastirit ishte në datë 2 se në datën 3 kremtoi ky shenjtor Shënablash. Të gjitha këto pra na tregojnë faktin se kemi një shenjtor lokal. Miron, nga jeta e Shënblashit, çfarë duhet kuptojmë neve besimtarët? Shënablashi, si thash edhe për Shën Harallambin, që është shenjti mbrojtës nga kolera, sëmundjet epidemike, ai ka një specifik, që është mbrojtës nga sëmundjet e fytit. Pse? Ka ndodhur një mrekulli, kur Shënablashi ishte duke martirizuar, torturuar, dhe torturat bëheshin edhe në vendin ku bëjmë torturimin, por dhe çonin edhe në det.
Po qikosh, nga Kodra e Shënavlashit, deti shumë afër, e ka qenë më afër deti. Kështu që justifikohet ajo. Por ka ndodhur një mrekulli, pse quhet dhe mbrojtësi i sëmundjeve të fytit, sepse një grua i solli djalin e vet që kishte mbetur një hal peshku në fyt. Ishte gati duke vdekur fëmia dhe ja çovi shenjtorit, edhe ai u lut edhe doli hala e peshkut. Dhe ai mbahet sot si mbrojtësi i sëmundjeve të fytit ose të mbytjes që kemi. Dhe vërtet ai bën çuditëra të tilla, kjo atë janë përsëritur. Unë mbaj mend dhe një herë pata një problem kështu dhe u luta, edhe në një farë mënyrë u shirova. Po të duhet të dim këtë? Po, është e mirë që ne të dim specifikat që kanë shqiptarë. Ti kemi si ata mjekët si them specialist. Pa hequr mjekësinë. Por duhet dish. Patën lutje të referojmë. Gjë e parë që duhet bëj një besimtar, ku ka një problem shëndetësor, është lutja. E para lutja Zotit, lutja shenjtorëve dhe pastaj të shkosh te mjeku. Dhe kur shkon te mjeku, nuk do bësh mjeku Zot, por mjeku si instrument të Zotit. Por shenjtorët janë shumë të shpejtë, sidomos shenjtorët martirë. Ata kanë shumë guxim tek Perëndia, sepse janë të ngjashëm me Krishtin nga vuajtja që kanë kaluar, pra kanë përsëritur pësimet e Krishtit dhe kanë liri për të shkuar te froni i Zotit dhe për të lutur dhe Zoti ja plotson lutjet. Prandaj dhe shenjtorët martirë nderohen të parë në kishë. Dhe prandaj Shënavlashi është një shenjtor që si them mbrojtës i këtyre sëmundjeve të fytit, por i çdo problemi. Dhe specifika që ka pasur këtu manastiri i Shënavlashit ishte sidomos për gratë që nuk lindin fëmijë. Kur u prish manastiri i Shënavlashit, thuhet që gjetën shumë djepe. Çfarë ishin këto djepe? Ato djepe ishin dhurata që kishin bërë çiftet, që s'kishin fëmijë dhe ishin lutur Shënavlashit dhe ishin bërë nënat me fëmijë ose prindit ishin bërë me fëmijë dhe ishin si dhuratë këto djepe. Pra, ata bëjnë çdo lloj mrekullie në Krishtin. Dhe ka shumë histori dhe mrekulli që vazhdojnë dhe sot e kësaj dite dhe përsëriten që si thash dhe për Shënar Allambi dhe për Shënavlashin dhe për çdo shenjtor, ata janë shenjt gjallë që veprojnë. Janë të padukshëm, por ndonjëherë bëhen edhe të dukshëm. Tregoj një histori që ma ka treguar dikush, është interesante. Në manastirin e Shënavlashit ishin, si them... Ju shërbeni shpesh aty me rënë? Po, kam vajtur, kam predikuar dhe gjitha. Është një vend që shumë familjar. Po, dhe njihni mirë, prandaj. Po, dhe diçka tjetër, para se temat e mrekullisë është interesante. Ne si katekist, në kishën ortodokse, katekizmin e parë, në bazë viteve 90 ke filluar manastirin e Shënavlashit. Ne pa ditur asgjë fare, po ishte providenca hyjnore, që na çoi aty me bekimin e Kryepeshkop Anastasit, atje ku u prish, atje filloi. Dhe pagëzimet e para janë bërë në portën e Shënavlashit. Pra në atë vend që s'kishte asgjë, por aty filloi të ringjallë besimi, sepse aty do u prish, ishte goditja e parë që dha gjithë kulteve fetare. Dhe do të them këtë mrekulli ishte shumë interesante, ishin dy persona që ishin miq, por filluan të ishin feve të ndryshme. Njëri ishte krishter, tjetri jo i krishter. Edhe ai krishteri mburrej për besimin e vet. Edhe thoshte, besimi ynë është më i fortë se besimi jot. Edhe filluan ato bisedat ato, si punë tifozësh. Edhe i tha ky krishteri, ja ta provojmë, pim të 2 kafe, tha. Dhe ishin në katin e dytë të një ndërtese. Dhe i hedhim ato filxhanët, kujt i thyet filxhani, ai kafen e dobët. Ndodhi kjo, e tregon vetë ai personi, ja ka treguar gjyshja, por unë e kam dëgjuar këtë. E hodhën filxhani ortodokse nuk u thye. Ati tjetri u thye. Por i doli në ëndër Shënavlash. Dëgjoj tha, mos ma bëj më atë, tha, se për të ruajtur filxhanin tënd, se ishte problemi i besimit, kam zgjatur dorën nga si them nga një distancë shumë e madhe, nga shkëmbi i kavajës për të mbajtur filxhanin tënd. Që do me thënë, shenjtorët janë kudo. Kur neve i lusim, por nuk duhet t'i tundojmë. Si thuhet, mos e tundo Zotin. Pra nuk duhet futemi në rrezik që Zoti dhe shenjtorët na ndihmojnë. Shumë e vërtet. Mirë, unë falenderoj. Kam edhe një pyetje të fundit sepse kam kalendarin këtu përballë dhe kemi të shtunën, në datë 14 kemi të shtunën e shpirtrave. Me që e morëm gjithë javën edhe po flasim për ditët e veçanta që kemi, e shtunën e shpirtrave vetëm 2 fjalë.
e gjej që është gjithmonë e shtuna e shpirtrave dhe nuk ka një ditë tjetër e shpirtrave. Pra, është një ditë e veçantë në kalendarin liturgjik e kisha feston 2 herë. Çfarë kujtojmë në këtë ditë? Kujtojmë shpirtrat e të fjeturve që janë larguar tek Zoti. Të njojtur dhe të panjojtur. Janë shekuj. Pa. Ne mbajmë mend është ata njerëzit e afërt, por kalojnë brezat, harohen njerëz. Pa. Atëherë që mos harohet kujtimi i këtyre që janë larguar nga kjo jetë dhe janë gjykuar nga Zoti dhe presin gjykimin e fundit, atëherë kisha i kujton të gjithë. Dhe është një detyrim që kemi ne të gjallët ndaj të vdekurve ose të fjeturve në Zotin. Pa. Sepse për ne të krishterët vdekja është një lloj gjumi. Pra ashtu si ne flëm dhe kjo është ikonë e vdekjes dhe zgjimi është ikonë e gjalljes, kështu e shikojmë edhe vdekjen. Një gjumë me ikonë më të gjatë. Prandaj edhe varrezat në gjuhën fetare quhen fjetore ose qimitir. Sepse ata po flenë në kuptimin që do zgjohen, do ngjallen. Ky është kuptimi simbolik. Si tha Krishti për Lazarin, Lazari po flet. Okay. Dhe u detyru pasaj tha që Lazari ka vdekur se ata skuptonin se ta nëse po flet, ai do ngrihet. Po Krishti kishte në mend ngjalljen e Lazarit, prandaj tha po flet. Dhe kështu pra në këtë ditë ne kujtojmë të gjithë këta shpirtra, të cilët janë larguar nga kjo jetë me shpresën e ngjalljes dhe i lutemi Perëndis ti kujdoj ata. Dhe Zoti i kujton ata dhe menaxhon gjendjen e atyre shpirtrave deri në ardhin e dytë të Krishtit. Prandaj kjo është një ditë e veçantë, sepse edhe ne të gjallëve na kujton që një ditë do vdesim. Pa. Dhe duhet kujtojmë të tjerë që na kujtojnë edhe neve kur të largohemi nga kjo jetë. Dhe është një traditë shumë e bukur në kishën ortodokse, që në atë ditë ndahen, bëhen të ndara, çojmë edhe atë grurin në kishë. Gruri është simboli i asaj çfarë tha Krishti, nëse kokra e grurit nuk varroset, bie në tokë dhe varroset, dhe nuk, si të mirë thash, nuk mund të ngrihet. Kështu edhe nëse njëri nuk kalon nga procesi i vdekjes, nuk mund të ngjallet. Të gjithë do kalojnë nga procesi i vdekjes. Madje edhe në ardhin e dytë të Krishtit, nëse njerëzit do gjenden gjallë, në qintat e sekondë, thot Apostulli Pavli, do transformohet trupi nga i vdekshëm në pavdekshëm, do kalojnë nga procesi i vdekjes. Kështu që prandaj çojmë këtë grurin për treguar se është një gjendje e përkohshme vdekja. Okay. Dhe plus pastaj bëhen edhe të ndara. Të ndara bëhen në kujtim të personit që ka ndruar jetën. Ai vet nuk mund të bëjë asgjë për veten e vet. Ashtu. Sepse ai nuk është jashtë kohë dhe hapësire. Është në atë gjendje pa kohë. Atëherë ne që jemi të gjallë, miqtë ati, të afërmit të ati, ne kujtojmë atë, por bëjmë dhe vepra në emër të ati. Dhe kjo i numërohet ati, dhe Zoti e menaxhon lutjen tonë, lutjen e kishës, të ndarat, si them faljen e armiqve të tyre, larjen e borxheve, gjitha, dhe ja u jep atyre dhe i lehtëson nëse ata në një gjendje jo të mirë, që janë në përburgjet e hadit, ose dhe i ngërën një lavdim më të lartë nëse ata edhe në parajs. Prandaj dhe shenjtorët kërkojnë kujtim. Kisha gjithmonë kujton, edhe në mesh, kujtohet ylincja, kujtohen shenjtorët, edhe pse janë në parajs. Kujtohen se u rritet lavdia, por kujtohen të gjallët, kujtohen dhe të fjetur. Në një ditë e veçantë është dita e shtunë e shpirtit. Edhe një pyetje, a ka një kategori të caktuar që familjarët nuk mundet dot të bëjnë këto përkujtime? Vetëm për njerëzit që kanë vrarë veten, kisha nuk lutet. Flasim në ato raste kur personi ka qenë i ndërgjegjshëm. Kur ka qenë i pandërgjegjshëm, kisha toleron, sepse vetvrasja është mëkati më i madh që vjen nga egoizmi dhe dëshpërimi, sepse i thua Zotit ti nuk shpëton dot. Dhe si them, pengon çdo ndërhyrje të Zotit. Prandaj kur një njeri vriste veten, nuk varrose me të vdekurit e tjerë, varrose jashtë. Dhe kisha nuk lutej dhe nuk lutet për këtë, vetëm në këtë rast. Prandaj gjithmonë kisha është kundër vetvrasjes. Dhe shembulli më i keq është Juda, i cili vrau veten dhe duke vrarë veten i bëri dëm më të madh vetes, sepse po mos vriste veten, dhe po pendohesh, do ta kishte fal Zotit, dhe sot do kishim një apostull tjetër të madh që u ra në mëkat të madh, por u pendua. Por ai nga që vrau veten, ai nuk shpotoi, do shkoi në ferr. Miran, shumë faleminderit. Faleminderit juve.